Sot për sot, Spaku është ekselenti në procedurat penale. Unë kam fatin e mirë dhe këte e them jo me të dëgjuar. Unë jam pjesë e Spakut, e atashuar pranë Spakut dhe gjykatës së posaçme rreth 17 vjet. Që në krijimin e parë të gjykatës së krimeve të rënda, me të gjitha çështjet penale që kanë kaluar aty, me bandat, me persona të inkriminuar etj, dhe po kështu edhe me prokurorinë e krimeve të rënda, që sot është Spaku. Kanë një mingarkesë pune, një mingarkesë emocionale dhe njëkohësisht do bëja një apel përsëri për prokuroritë e rretheve, duke filluar nga Prokuroria e Tiranës, e jurisdiksionit të përgjithshëm, dhe duke vazhduar në Prokurorinë e Shkodrës, të Sarandës, të Vlorës, e tjerë.